Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkrit nga gëlbaza me këtë recetë. Të gjithë janë të njohur me rreziqet që vijnë nga pirja e duanit, e sërish vazhdojnë të tymosin duke pretenduar se ajo cigare i qetëson. Nëse prej disa vitesh keni probleme të tilla, dëmi që i keni bërë rrugëve respiratore është vërtet i madh, por jo i pakthyeshëm. Për të përmirësuar shëndetin e mushkrive, duhet të ndiqni një recetë vërtet fantastike dhe gjithashtu të evitoni edhe smogun dhe ambientet ku ndotja është e madhe. Pasi të keni hequr dorë nga duhani, atëherë do ta keni më të lehtë dhe të përmirësoni shëndetin e mushkrive dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e gëlbazës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për këtë recetë do ju duhet xhinxheri. Kjo rënjë ka aftësinë të eliminojë mukozën shtesë në mushkëri. Xhinxheri ka qenë i njohur për fuqitë e tij veçanërisht shëruese që mund të eliminojnë toksinat që mund të gjenden në traktin tuaj të frymëmarrjes. Qepa mund të lehtësojë simptomat e problemeve të ndryshme të frymëmarrjes dhe madje të ndihmojë në luftën kundër problemeve dhe inflamacioneve. Shafrani indis konsiderohet si një nga erëzat më të fuqishme. Shafrani indis përmban disa acide yndyrore, vitamina dhe minerale. Mund të luftojnë në bakteret dhe të largojnë edhe mukozën. Për këtë recetë do ju duhet 1 kg qep, rrënja e vogël e xhinxherit, 1 litër ujë, 400 g mjaltë. Në 1 litër ujë shtoni mjaltin dhe vendosni në zjarr. Kur uji të fillojë të vlojë, shtoni qepën dhe rrënjën e xhinxherit. Qepa dhe xhinxheri duhet të jenë të prera në kubik. Shtoni shafranin e indis dhe i përzieni derisa të vlojnë sërish. Ulni zjarrin dhe e lini përzierjen derisa të përgjysmohet. Hiqeni nga zjarri dhe pasi e të ftohur, hidheni në një kavanos. Kjo pije duhet të mbahet në frigorifer dhe duhet të konsumohet nga një luggjede në temperaturë ambienti çdo mëngjes esëll dhe një para se të shkoni për të fjetur. Kështu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike edhe në përmirësimin e shëndetit të mushkërive dhe gjithashtu edhe në largimin e problemeve të gëlbazës. Ju mund të përdorni edhe terapinë me avull për të përmirësuar shëndetin e frymëmarrjes. Thithja e avullve të ujit të ngrohtë shton lagështinë në ajër, gjë e cila ndihmon në lirimin e menjëhershëm të rrugëve të frymëmarrjes dhe nxjerrjen e myku dhe gjithashtu edhe problemeve respiratore. Terapia me avull përfshin thithjen e avullve të ujit për të hapur rrugët e frymëmarrjes dhe për të ndihmuar mushkëritë të largojnë mukozën. Avulli shton ngrohtësinë dhe lagështinë në ajër, gjë që mund të përthithet në frymëmarrje dhe të ndihmojë edhe në lirimin e mukusit brenda rrugëve respiratore. Thithja e avujve të ujit mund të sigurojë lehtësim të menjëhershëm te njerëzit të cilët kanë të vështirë të marrin frymë në mënyrë të rregullt. Kështu, ndjekja e këtij trajtimi në kushte shtëpie do të jetë një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin e mushkërive. Gjithashtu, çaji jeshil mund të jetë një zgjidhje fantastike për njerëzit të cilët kanë probleme respiratore. Çaji jeshil përmban antioksidantë të fuqishëm të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit në mushkëri. Këto komponentë madje mund të mbrojnë shëndetin tuaj të mushkërive dhe gjithashtu të parandalojë komplikacionet e tyre. Ndjekja e këtyre rezultateve në kushte shtëpie do të jetë një mënyrë alternative e shkëlqyer për të përmirësuar kapacitetin e mushkërive. Edhe konsumi i ushqimeve antiinflamatore mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Inflamacionet e rrugëve të frymëmarrjes mund të vështirësojnë frymëmarrjen dhe të bëjë që gjoksi të ndihet më i rëndë dhe më i mbingarkuar. Ngrënia e ushqimeve antiinflamatore mund të zvogëlojë inflamacionet dhe të lehtësojë edhe këto inflamacione dhe simptoma. Ushqimet të cilat ndihmojnë shumë në luftimin e inflamacioneve përfshin shafranin e indis, zarzavatet me gjethe, qershit, boronicat, ullinë, arrat, fasulet dhe thjerrzat. Edhe përdorimi i vajit të rigonit mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre shqetësimeve. Atë mund ta përdorni edhe si një recetë fantastike në rritjen e kapacitetit të frymëmarrjes. Stina e virozave shoqërohet me një sër simptomash problematike siç janë rrjedhja e hundëve, kolla, tështima, sekrecionet e tepërta. Këto të fundit duhet të largohen nga rrugët e frymëmarrjes me shpejtësi në mënyrë efikase. Receta që do të tregojmë në këtë video është efikase për të gjitha simptomat dhe virozat dhe do të largojë dhe sekrecionet. Receta e sugjeruar sipas Brightside ka 3 përbërës:
mjaltin, limonin dhe xhenxhefilin. Të tre këto përbërës forcojnë në sistemin imunitar dhe eliminojnë sekrecionet dhe mbrojnë shëndetin. Receta ideale për imunitetin kundër sekrecioneve ka këta përbërës: një copë xhenxhefili rreth 2 cm, 100 ml ujë, 100 g mjalt, 4 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: zjeni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për 10 minuta. Më pas i dhëni në një filxhan dhe e lini derisa të ftohet. Shtoni mjaltin gjithashtu edhe lëngun e limonit dhe e lini përbërjen që të rrijë gjatë gjithë natës. Këshillohet në mëngjes të filloni të konsumoni, pjesën e mbetur ta mbani në frigorifer. Kështu duhet ta konsumoni në ditët në vijim për të përmirësuar kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Gjithashtu një tjetër mënyrë është edhe përdorimi i kurës. Ju duhet 40 ml nga ky lëng çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime. Përsëriteni recetën për 40 ditë për të cilat duhet të bëni 2 javë pushim dhe mund të përdorni procedurën për 40 ditë të tjera. Gjithashtu, vlera shëndetësore të mjaltit janë efektive në lehtësimin e problemeve të mushkërive. Mjalti është i fuqishëm kundër mykut, virozave, gjithashtu edhe problemit të bakterieve në mushkëri, duke përmirësuar kapacitetin e tyre dhe duke mbajtur larg kështu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Sigurohuni që të zgjidhni produkte sa më natyrale, siç është edhe limoni, i cili do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit të mushkërive dhe lehtësimin gjithashtu të komplikacioneve të tyre. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer për të mundësuar një mbrojtje efektive të shëndetit të tyre, sidomos edhe nga komplikacionet e stinës. Në këtë video do të mësoni disa nga ushqimet të cilat, sipas Step to Health, do të ndihmojnë në detoksifikimin e këtij organizmi dhe gjithashtu do të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj të mushkërive. Në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë edhe përdorimi i çajit jeshil. Ekspertët rekomandojnë vazhdimisht pirjen e çajit të ngrohtë të jeshil përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do të ndihmonte dukshëm në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen e shëndetit më të mirë tretës. Çaji jeshil mund të kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit, gjithashtu edhe mjaltin, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për rritjen e kapaciteteve të mushkërive dhe të frymëmarrjes. Lëngu i limonit është një nga lëngjet fantastik më të mirë për kapacitetin tuaj të mushkërive, citojnë ekspertët. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur gjithashtu edhe me antioksidant edhe me acid folik. Pirja e lëngut të limonit çdo mëngjes në stomakun bosh do t'japë rezultate fantastike në kapacitetin e frymëmarrjes dhe në lehtësimin e problemeve të ngjashme. Lëngu i borovicës ose lëngu i ananasit të kombinuara së bashku mund t'japin rezultate fantastike në rritjen e kapaciteteve tuaja të frymëmarrjes. Këto fruta janë të pasura me antioksidant, të cilët nëse konsumohen çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës, atëherë do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit të mushkërive edhe kundër problemit të sekrecioneve. Në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë edhe përdorimi i lëngut të karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten dhe me vitaminën A, vitaminën K, gjithashtu edhe me vitaminën C dhe B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se karrota do të ulë rrezikun e shfaqjes së komplikacioneve të shëndetit të mushkërive, ndaj kjo recetë sigurisht që do të jetë një alternativë e çmuar për shëndetin tuaj. Në ndihmë në rastin tuaj do ju vijë edhe përdorimi i xhenxhefilit. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai do të lehtësojë kështu edhe eliminon sekrecionet e bllokimeve të mushkërive dhe do të përmirësojë ndjeshëm strukturën tuaj të frymëmarrjes. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Spinaqi, frutat e pyllit, gjithashtu peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant të cilat forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe gjithashtu edhe të frymëmarrjes. Është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo problem të mundshëm që të keni. Këto janë metoda alternative që do të përmirësojnë gjendjen tuaj. Por nëse ajo është kritike, adresojeni tek mjeku. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.